Rreshjet e Dëborës kanë përfshirë zonat malore të bashkisë Elbasan në lartësitë mbi 600 metra mbi nivelin e detit, duke krijuar vështirësi në qarkullimin rrugor. Prani Dëbore raportohet në njësitë administrative Labinot Mal, Gracen, Gjinar, Funar dhe Zavalin, ku trashësia e saj arrin nga 5 deri në 10 cm. Si pasojë e kushteve atmosferike, disa akse rrugore janë kalueshme vetëm me përdorimin e zinxhirëve. Rruga Elbasan-Gjinar është e kalueshme me zinxhir, duke nisur nga fshati Shelsan, ndërsa aksi Elbasan-Gracen dhe rrugët që lidhin fshatrat e kësaj njësie lejon vetëm për mjetet pajisura me zinxhir. Po ashtu rruga Elbasan-Funar dhe aksi drejt Labinotit Mal paraqesin vështirësi dhe kërkojnë pajisje dimërore për qarkullim. Vështirësi janë evidentuar edhe në aksin Elbasan-Tiranë, rruga e vjetër e Krabës, për shkak të pranisë së Dëborës dhe mjeteve që qarkullojnë pa goma dimërore apo zinxhir. Strukturat përgjegjëse ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin dhe kripostjen e rrugëve, me qëllim garantimin e qarkullimit dhe sigurisë të përdoruesve të rrugës. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të shmankin lëvizjet e panevojshme drejt zonave malore dhe të përdorin pajisjet e nevojshme dimërore gjatë qarkullimit. Ndërkohë gjatë natës janë regjistruar rreth 17 mm reshe shiu, të cilat kanë sjellë rritje të ndjeshme të prurjeve në përrejt dhe lumet të zonës. Përroj Zaranikës dhe lumi Shkumbin ndodhen në kuota mbi mesataren.